janë nga ato lajmet e mira që u vinë bibliotekave, edhe bibliotekës kombëtare ndërto, nga që bibliotekat për nga natyra tyre janë institucione të rrethuar jo vetëm prej miqsh, po dhe prej armiqsh. Me humor ne themi në teorinë e bibliotekave që armiqtë e bibliotekave janë që nga mikroorganizmat që nuk shihen me sy, nga njerë deri te njerëzit e mëdhenj të politikës ose të financave që nuk kuptojnë nevojën e bibliotekave. Kështu që për një institucion të tillë siç është biblioteka, siç janë bibliotekat, është e kuptueshme kënaqësia e një ndihme të tillë, sepse një dhurim i tillë, donacion siç quhet, po i them dhurim, është padyshim një ndihmë për zhvillimin dhe pasurimin e një biblioteke. Por përveç se një ndihmë konkrete efektive, është edhe një akt mjafiksnik bojarie, një akt nga ata që në shoqërinë në cilën jetojmë bëhen gjithnjë më të rrallë, akte të tilla, edhe për këtë arsye janë akte që zgjojnë dhe një ndjenjë emocioni të kuptueshme, edhe duhen përhapur, duhen njoftuar, duhen bërë publike, për çka unë ju falenderoj edhe ju, sepse nxisin ndjenjën e mirë njerëzore, qytetare, kulturore tek njerëzit, tek qytetarët, ndoshta shërbejnë dhe si shembull për të ndjekur. Po, profesor, si mendoni ju çfarë ka shtyr këtë shqiptare të madhe do ta quaja që të ndërmarrë një veprim të tillë? Unë mendoj që ka shtyr dashuria për librin. Jeta e saj e lidhur me librin. Jeta e saj e lidhur aq ngushtë me librin, siç e tregon në letrën e vet edhe e motra, zonja Lume Juka, po sikurse unë vet kam pasur një rast të një takimit vetëm për fat keq me të dhe një bisede nga ana tjetër gjatë, ta konstatoj. Dhe për njerëz të tillë është e kuptueshme që lidhja e tyre jetike me librin të kushtëzojë edhe këtë lloj marrëdhënie me të kuptuarit e jo vetëm të ndjenjave lidhur me librin, po edhe të rëndësisë së blerjes librit, të pasurisë për librin dhe të shpenzimit më të mirë në botë të kursimeve tona për librin. Kjo është diçka e njanshme, të jemi të sinqertë, sepse në botë ka miliona njerëz që nuk ja kushtojnë jetën e tyre, pasionin e tyre librit. Mund t'ja kushtojnë sportit, mund t'ja kushtojnë një arti tjetër, mund t'ja kushtojnë shëtitjes me jahtë në përdete, apo jo, të gjithë kanë të drejtën e tyre të pasioneve, por ata njerëz që lidhen me librin e dinë që libri mbetet banka më e sigurt e transmetimit të dijeve. Dhe në rast se kanë dhe ushqejnë besimin që zhvillimi i njerëzimit bëhet vetëm në bazë të zhvillimit të dijeve, e kuptojnë rëndësinë e kësaj banke që është libri dhe që janë bibliotekat. Në këtë kuptim mendoj që zonja Safete ose Sofie, siç i pëlqente asaj dhe i pëlqen edhe smotrës, që të kujtonte edhe emrin, të themi, emrin ndoshta përgdhelës pak të bukur perëndimor. Në këtë kuptim dhe zonja e ndjer tani më mendoj që i ka dhënë një fisnikëri mbas vdekjes kujtimit të saj dhe figurës së saj, duke e lënë këtë shumë parash për libra, jo vetëm për libra, për një bibliotek, jo thjesht për një bibliotek, për bibliotekën kombëtare të Shqipërisë. Çështja që thoni ju shqiptare madhe, shqiptare vogël, ajo ishte, me aq sa kam njohur unë, një zonjë shumë modeste. Ka ardhur këtu në bibliotekën kombëtare, jeni takuar? Para pak vjetësh ka ardhur këtu nëpërmjet një
zonje të njohur që punonte në bibliotekë ka kërkuar një takim. Unë nga natyra për takimet jam mjaft i thjesht, i pres njerëzit në çast, kur mundem dhe ata e kam pritur në çast. Dhe sikur se ja kam shkruar edhe në letër së motrës, kemi ulëm tryez, ajo nuk donte kafe, donte një gotë ujë, unë piva një kafe. Po ishte një kënaqësi e disafisht për mua. E disafisht nuk i numëroj dot se sa. Jo vetëm si një shqiptare që merre me albanologji dhe balkanologji, por ajo nga formimi ishte formimit frëng. Edhe unë kam një pjesë të vogël të formimit tim, formim frëng, kam përkthyer poezi klasike frënge, autore etj. Dhe veç kësaj ishte pothuajse fill mbas periudhës pak vjeçare kur unë kam punuar në Francë, kam dhënë mësim. Kështu që filluam të tregonim kujtimet e Francës, autorët francez, kujtimet e Parisit, rrugët e Parisit, shtëpitë e shkrimtarëve, muzet, në të cilat ajo ishte tejmase informuar. Të kemi parasysh që ajo ishte formuar në gjuhë dhe letërsi frënge. Ky ishte profesioni bazë i saj dhe për mua kjo ishte një kënaqësi dhe një rast i rrallë. Pasqyra shqiptare falenderon Arjan Mahon, agjentin e shitblerjes së pronave, për mbështetjen që dha në realizimin e këtij emisioni. Kemi patur dhe një pjesë, të themi, intime të bisedës me zonjën në fjalë që lidhej me kohën e shkurtër kur ajo ka studiuar në Institutin Femëror në Namretnesh. Kishte studiuar pak, ndoshta dua ta them edhe këtë kujtimin tim, unë e pyeta për ndoshta njohjen me nënën time që ka studiuar për në atë institut, dhe doli fakti që jo nënën time, po një nga tezet e mia që unë nuk e kam njohur, ka vdekur shumë herët që kohë të luftës, por që i binte violinës dhe që quhej Olga, jo e kishte njohur. I kishte lidhur arti, dashuria për muzikën, për këto. Në këtë kuptim u shndrua dhe gati në një takim sentimental. Por do të doja të them konsideratën thelbësore nga i takim. Një grua zonjë shumë modeste. Kjo është ajo që më ka mbetur kryesore, shumë modeste. Po të mendosh studimet e saj, punimet e saj, kërkimet e saj, mosimdhënien e saj në disa shkolla, deri në nivele universitare, sjellja e saj ishte shumë modeste, me module, po them që ne nuk i kemi. Nëse do lejohesha të përsëris për shembull me modulin që mund thoshte, nëse më lejoni zoti Plasari, un kam një mendim tjetër për këtë çështje, etj. Pra edukimit, themi vetjak, familjar ndoshta, nuk di ta shpjegoj, po dhe formimi me kulturën frënge, të punuarit dhe të jetuarit në mjedise shkollore dhe akademike të qytetëruara, e kishte modeluar në këtë mënyrë që tipari kryesor të mbete i saj pikërisht kjo modesti e madhe. Dhe në këtë kuptim për mua akti i saj i fundit, domethënë amaneti testamentar i lënë për dhurimin Bibliotekës Kombëtare të kursimeve të saj, ishte i përputhshëm me figurën që u kam njohur, ishte, si themi, kompatibël. Ajo ja kishte falë, ja kishte lënë të motrës këtë amanet. Në testamentin e saj ajo e kishte lënë këtë dhurim për Bibliotekën Kombëtare. Sikurse janë rregullat juridike perëndimore dhe posaçërisht siç duhet jenë ato amerikane, ka një përmbushës testamenti që është zakonisht njeriu më i afërt, dhe siç duket kjo është e motra, dhe motra kreu detyrën e transmetimit të këtij testamenti. Lexuesit do të kenë fatin të shohin gjurmët e këtij donacioni. Po, sipas rregullave që ka Biblioteka Kombëtare, po edhe sipas një tradite procedurale të bibliotekave të Europës, tani më shekullore, në këto raste dhe ne kemi menduar që të zbatojmë vënien e shënimit të një vule të posaçme në çdo njësi bibliotekare që
do të hyjë në bibliotek nëpërmjet këtij donacioni, duke shënuar që nga dhurimi ose donacioni do ta saktësojmë termin i zonjës Safete Sofie Juka.